O ju që keni besuar hynin në islam në tërësi, kjo është pjesa e islamit. Kjo është pjesa e islamit. Nëse su pëlqen juve, duhet me reshiku çështjen e tuaj. Duhet t'i nënshtroheni këtyre teksteve të Kur'anit dhe teksteve fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë Imam Ahmedi rahimullah nuk doli, nuk bëri kryengritje, nuk u përplas me forcat e shtetit, por bëni sabër, sepse nuk ishte çështje vetëm me pa profitet e veta personale, po e kishte hallin e gjakun të muslimanëve. E kishte hallin gjakun e muslimanëve. Prandaj u themi prapë, sillni argumentet nëse jeni të sinqert në atë që jeni tu e pretendu. Ka thënë në atë shkrimin e tij, shkrim domethënë i turpshëm, kishte thënë 2 pika. Selefizmi lojalist. Do të shihet edhe këto terma që i përdor s'kan lidhje me dije. Ti dil bohu burr, qëndro dhe kritiko me argumente. Askush nuk të ndal. Selefizmi lojalist. Edhe për këta do më thonë që e ka përdor këtu protestanizmi islamik, i boj ftesë dhe sfidoj. E sfidoj. Le të sjell një dietar për dietarëve ton bashkohor që i ka etiku selefit si protestanizmi islamik. Edhe realiteti është se me këtë, me vetë në bazë të titullit, na ka shpall qafira. Sepse në pikpamjen e kishës katolike, protestant janë qafira, janë murtedun, janë zenedika, ai Martin Luther Gjermani, që ka dalë kundër kishës romake. Ma vonë e kanë shpallur për zindik, për murtet. Atëherë edhe këta, protestanizmi islamik, i bie do më thonë, sikur sa ata protestantat të krishterve, që janë zenedika murtedun, edhe këta do më thonë zenedika murtedun. Edhe çka ishte ma e çuditshme pastaj ma vonë, se sikur i kishe djegur ati të refuzimi i Sheh Gjemalit, edhe refuzimi i Hoxhës Shabanit, edhe kishe nxjerrë edhe një shkrim tjetër, pra do më thonë me dobësi të skajshme. Me të vërtet, nëse njeriu veten e vetë duhet me mëshiru. Aty duke tentu me i godit selefit, ka sjell një fjalë të shehut ton, Sheh Abadit. E Sheh Abdul Muhsin El Abbad, hafidhahullah. E sfidoj pra publikisht. Walillahi alhamd, Sheh Abadi është i gjallë. Shehu jon, ajo shehu jon. Si na ka mësuar edhe Xhemali, ai na ka parapri dhe ka qenë shembull për neve në prezantimin e dietarëve, sa kena shku në Medinë kena prezantuar ke Sheh Abadi. Në të kundërtën e njerëzve tuaj që kanë ecur në përzyrat e lekut, vakum thënë dhe do a thuj, njerëzve tuaj, të Ahmet Kalajas, të Bekir Halimit, të Shefqet Krasniqit, si quen Ekrem Avdiut, Enis Rama, kanë ecë në përzyrat e lekut. Ne nuk i dim ata ku janë, dhe as nuk na ka interesu. Na ka interesu, dhe na ka preokupu, ku janë mësimet, dhe në çfarë orë mbahen mësimet. E kum pa kitë, Sadullah Bajrami, duke qenë në Medinë, mas namazit të akshamit, në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, e fillon të mësimin shehun ton, muhadithi i Medinës, Sheh Abadi, ky shkon të anën tjetër, merrte një mushaf Kur'an, demek se po lexojnë Kur'an, boj përsëritje. E në tash, me pa turpsi, vjen edhe argumenton me fjalët e Sheh Abadit kundër selefive. Kjo din si vjen, sikur se dalin Munën dhe Xhemali tash, edhe të argumenton me fjalët e Muhamet Hasanit. A është e kapshëm për një selefi? Nuk mundet. Edhe kjo i vjen ashtu. Sheh Abadi çka thot, ta nuk kuptojnë, me të vërtet nuk kuptojnë. Janë dehur, edhe me të vërtet fitnet të dehin ma shumë se pije dehse, ta dehin logjikën. Sheh Abadi thot, ka disa prej ehli sunnetit që kanë tepruar, domethënë.
në kritikime. Thotë Sheikh Abadi, ka disa prej ehli sunnetit, janë prej ehli sunnetit Sheikh Abadi. Nuk ka thënë disa protestanta islamik. Sheikh Abadi thotë prej ehli sunnetit, ne jemi ehli sunna për Sheikh Abadin. Ai thotë prej ehli sunnetit, ky thotë protestanta islam. Prandaj e sfidoj, kur don, shtëm ke Sheikh Abadi. Ne jemi të gatshëm me Xhemalin. Kur don, në sa sahati don, jemi të gatshëm të hypim aeroplanit dhe të shkojmë në Medinë ke Sheikh Abadi. Bashkë me të. Edhe ne do ja tregojmë ku banon Sheikh Abadi, se ata si din ato punë. Se su intereson, se kanë brenga tjera, si ti mbushin çantat kur vin pi atje. Ne të vin, kur don edhe shkojmë ke Sheikh Abadi dhe t'i themi Sheikh Abadi se ky na thot neve Rabiovca. Edhe me Tkheli. A ka një sekt të tillë në Islam? Edhe t'i themi se Rabiovcat e me Tkheli i quajnë ai protestanta islamik. Edhe qofim çka i thot shehu atij pastaj. Ne pranojmë të shehut të themi. Kur don, jemi të gatshëm. Kur vdiq tash shehu Sheikh Rabia rahimahullah para 2 muaj parafërsisht, Sheikh Abadi në moshën gati 90 vjeçare. Në moshën gati 90 vjeçare. Është në kolic shehu hafidhahullah. Në atë mosh, para mendoni, për namazin e fexhrit kishe shku në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me fal fexhrin dhe me marr pjesë në gjenazën e Sheikh Rabis. Valla të ishte ky një themelues i një sekti të ri, kishe shku ky dietar të madh, me ia fal gjenazën edhe me gjithë familjen ndoshta? Ose e llogarisin Sheikh Rabin, si ka thënë Imam Ibn Bazi rahimullah, është prej më të dalluarve të ehli sunnetit. Është prej më të dalluarve. Edhe ajo është problemi u dhemb aty kama. Sheikh Rabia i ka demasku kutbit, ikhwancat, sururit. Po të mos ishin ato refuzime, Sheikh Rabia kishte qenë imam i dunjas për ata. Imam i dunjas. Dhe vërteta është që ne bashkë me Imam Rabian, me Imam Albanin, me Imam Ibn Bazin, Imam Utheminin, Imam Mukbil, Imam Fauzan, Imam Luhajdani, Imam Ubejdin, jemi në rrugën e sahabëve. Kurse ju jeni në rrugën e Hasan el-Benna dhe Sejt Kutubit. E lusa Allahun me na ringjall me ata me të cilët me të vërtet jemi.